Gjele gjelaluhu. Jo, i thotë Zoti. Se unë këti i kom caktu namaz. 5 herë në ditë. S'ke që i banë. Do të largoj, thotë. Shejtani. Thotë, i kom caktu, thotë, ditë në gjuma. Që të falet. Nuk e lejnë, thotë, as ditë në gjuma. Thotë, i kom caktu ditë në bajramit. As atë ditë nuk e lejnë, thotë. Atëherë merre pra, thotë. Është i joti. Pra ne u penon da i gjaja. Tha s'kam rasi hirë në sejsh dhe Zotit, 18 vjeç. E pse në tha pejgamberi, sallallahu alaihi, kujdes, o Zot, tha, me mbroj nga pleqëria e thellë. Wa alaikum selam. Se në pleqërinë e thellë, njeriu e shoqërojnë shumë gjona që nuk i kishte, kur ishte i ri. I herë të shoqëron se s'ke takat. Pasuria mund të hiki, për shkaqe me nga të nërishmet. Ta morin kalamajt. Ta morin me mënyrë që nuk e mundësi me paguj taksi, me dalë në fushkru me armë u falë. Apo diku vend tjetër. Të zhvasin, të heqin, dhe më thonë, nuk të lonë, i në lekë më gjepë. Fëmija. Kur shkoj më rëhoqë, kom gjithë sa të dushur. Du me shtru i iftar, tha, një besimtar, qërë të bëjtë, s'ka mas i lekë më gjepë. Pensionin sa ta marrë, tha me merë quni? Kjo halli mëdhë. Pasha Allahun për këtë pleqni ka folë. Tha, më mbroj, tha, në pleqërinë e thellë. Se ta ka të skeme për në modi. E në atë pensionin shumë a pak ma aqë sa është, në atë ta merë, aj? Qa ke pas te e ke shkrani për atë, skeme ndohu për asë i gjamo, vesh për këti djallë ma. E në bërsh të hy, t'ja siguroj këti djalli, t'i regulloj shpi, t'a martoj, t'ja bëj gjithat mirë ati. Kur vje puna, ajë të shprënso, mrena sekundit. A nuk o hataja ma dhe kje? O Allah, tha, mruj nga pleqëria e thellë. A shifni se e rënë që është? Tjetër, qërë ka thonë mon pleqëri pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam? Tha, o Zot, hadithi sakt, mas të harajnë ata që kanë kalu moshën teme në jenë të arge mosha ime. Dhe o Allah, me mbroj, tha, nga marria në pleqërit. Shne e mërhur. Edhe unë kur e kom lezu, kur kom qenë që to ke, Walikum selam, ke i zetat, ke i 25-at, ke 30, pse mërë mu marru plaku? Wallahi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, o Allah mbroj nga marrija në pleqërit. Se bën veprime që nuk i bëjnë as kalamajt. Ose që i bëjnë kalamajt. Pra barazohet ma 10 vjeqin. Flet keq, flet gabim, zdi që flet, zdi që han, shan. Po ma e keqa, që po më të regojnë, ma shumë kjo në për zonat e qytetit. Të shku pleqë me moralitet. Pensionin më dorë ati në ke i moraliteti. A i tha, o Allah, mruj nga marrija në pleqërit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Marrohësh. A pak janë marru? Pak? Shumë. Po më të regon një i pensionist ishte i vjetër gogja. Shkove për pushime, tha. Në vendat i ku ka pushime në Bregdetit. Po qërë shifshë, tha. Lakuriq kënej. Unë midist. Po qdesh ati, i thashë. Hajde më pëtë mu herë. Unë me gjithë nuk jem Bregdetit. Po të kishe qumi i Bregdeti që t'ishe të paktën kishe 200 metra vetëm. Po t'i thomë ferë, tha. I jem ferë pra thash, po t'i ku ti t'ju shmangë që haramit. Po t'i ke desh haram vetë, thash, e ne ke shku lakuriq kënej, e ne këj krevati jotë të më mes. Vetë shkova ti. Ke shku me marru vetën. O Allah, thëmë mbroj nga marrije në pleqërit.
Vallai, këta që janë në mosh, kur s'duhet harrojnë këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.